Përshëndetje të nderuar shikues, jemi së bashku në edicionin informativ të orës 14 këtu në studion e Blu Televizion. Kryeministri Edi Rama ka mbledhur kryetarit e bashkive të vendit në një prej lokaleve përgjatë aksit rrugor Kuç-Çeparo në jug të vendit. Takimi zhvillohet në kuadër të diskutimeve për reformën territoriale dhe ndryshimet që mund të prekin organizimin dhe pushtetin vendor në Shqipëri. Kryeministri i vendit Edi Rama ka mbërritur pak minuta më parë në një prej lokaleve në aksin Kuç-Çeparo, aty ku do të zhvillohet një takim me kryetarët e bashkive të gjithë vendit për diskutimin mbi reformën territoriale. Rama ka mbërritur rreth orës 12, ndërkohë që është pritur nga Ervin Demo, por edhe Arber Mazniku. Ajo çka kemi parë deri më tani bëhet me dije se kanë marrë pjesë disa prej kryetarëve të bashkive, si ajo e Vlorës, e Himarës, kryetarët e bashkisë së Korçës dhe kryetarët e bashkive të qyteteve të tjera. Ndërkohë që pritet që takimi të zgjasë për disa orë, ku pas këtij takimi do të kemi dhe detaje të tjera lidhur me atë çka është diskutuar brenda ambienteve të këtij lokali. Kryeministri Edi Rama ka mbledhur kryetarët e bashkive të vendit në një takim të zhvilluar në një prej lokaleve përgjatë aksit rrugor Kuç-Çeparo në jug të vendit. Takimi zhvillohet në kuadër të diskutimeve për reformën territoriale dhe ndryshimet që mund të prekin organizimin e pushtetit vendor në Shqipëri. Kryetarët e bashkive kanë mbritur më herët, ndërsa kryeministri Rama ka mbritur rreth orës 12 në momentin e mbritjes ai shpritur nga ministrat Arbian Mazniku dhe Blendi Demo, të cilët janë angazhuar në procesin e diskutimeve për qeverisjen vendore dhe reformën territoriale. Pritet që në fokus të jenë propozimet për riorganizimin territorial të vendit, mënyra e funksionimit të njësive vendore dhe mundësia e ndryshimit të hartës së bashkive. Mësohet se në këtë takim marrin pjesë dhe drejtuesit e bashkive që mund të preken drejt për drejt nga reforma territoriale. Pikërisht për këto bashki, diskutimi pritet të jetë veçanërisht i rëndësishëm pasi çdo ndryshim në hartën territoriale mund të sjellë riorganizim të njësive administrative dhe mënyrës së ofrimit të shërbimeve për qytetarët. Kjo është një nga mbledhjet ku pritet të diskutohen në nivel politik dhe institucional hapat e mëtejshëm të reformës, ndërsa ende nuk ka detaje të plota mbi propozimet konkrete që do të shqyrtohen. Takimi zhvillohet në një prej zonave turistike të jugut dhe pritet të zgjasë disa orë. Vitet e fundit, Vlora është kthyer në një destinacion të preferuar edhe për turistët nga vendet e largëta, përfshirë këtu Brazilin dhe Argjentinën. Ata thonë se kanë gjetur në qytetin bregdetar klimën, plazhet, natyrën, ushqimin dhe mikpritin që kanë kërkuar, duke zgjedhur madje të zgjasin qëndrimin e tyre. Vlora vitet e fundit është kthyer në destinacionin e pushimeve për shumë turistë të huaj, të cilët vijnë nga vendet e largëta. Pak vite më parë do të ishte një çudi, por sot në qytetin bregdetar gjen duke pushuar krahas italianëve dhe lindorëve dhe turistë nga Amerika Latine, si Brazili dhe Argjentina. Të huajt kanë lexuar për Shqipërinë dhe specifikisht Vlorën, siç tregojnë edhe vetë në rrjetet sociale, duke parë vlerësimet pozitive që ka vendi ynë, kanë vendosur të vinë këtu. Në fjalën e tyre pojnë se në qytet kanë gjetur klimën e mirë, plazhin dhe natyrën e mrekullueshme, por dhe ushqimin dhe njerëzit fantastik. Shumë kanë ardhur për të qëndruar disa ditë, por i kanë zgjatur pushimet. Ata shprehen tepër të lumtur që kanë zbuluar këtë destinacion dhe e premtojnë se do të rikthehen sërish. Madje kanë nisur ta sugjerojnë edhe tek miqtë e tyre në vendet e origjinës. Unë vi nga Italia, nga Milano. Është hera e tretë që vim në Vlorë. Është një qytet shumë i bukur, deti është shumë i mirë, qyteti është vërtet shumë i bukur. Ne kemi ardhur për pushime këtu. Në Vlorë do të qëndrojmë rreth 2 muaj. Ndihemi shumë e fat për këtë gjë. Unë vi nga Polonia dhe jam për herë të parë në Shqipëri. Më pëlqen shumë qyteti, kështu siç është, i vogël, i ngrohtë dhe duket shumë autentik. Zgjodha Vlorën dhe Shqipërinë këtë herë pasi lexova në rrjetet sociale që ky vend kishte vlerësime shumë pozitive dhe njerëzit që shpjegoni se sa bukur ishte këtu. Ushqimi i mirë, njerëz miqësor dhe pas kësaj vendosa të vi. Kur erdha këtu, sigurisht që i kam gjetur të gjitha, po kaloj pushime shumë të bukura këtu. Në vendin tuaj më shumë më pëlqeu natyra. Isha fillimisht në Valbon dhe më pas do të shkoj në Karaburun dhe Sazan.
Do ta sugjeroja këtë vend tek miqtë e mi, sapo u shkrova duke thënë se është shumë bukur dhe duhet të vinë këtu. Mendoj se në të ardhmen do të kthehem sërish këtu. I write them that it's so great you have to come. And you are from? Argentina also. Argentina also. Which city? Buenos Aires. Unë vi nga Argentina, jam për herën e parë në Vlorë, për herën e parë në Shqipëri. Kemi zgjedhur Vlorën për shkak të kësaj pamje magjike dhe sigurisht të njerëzve. Më pëlqen shumë. Është vetëm dita ime e dytë, por deri tani është shumë mirë. Po mendojmë të qëndrojmë për 2 muaj në Vlorë, të punojmë këtu. Sigurisht që këtë destinacion do ta sugjeroj te miqtë e mi, duke u thënë se duhet të vinë këtu. Deri tani është vendi më i mirë për pushime. Do të shohim deri në fund. The climb is really amazing and yeah. Argentina. Oh, yes. Vi nga Argentina, nga kryeqyteti i vendit, Buenos Aires. Jam për herë e parë në Shqipëri dhe në Vlorë. Qyteti duket shumë mirë, ka një pamje me të vërtet magjike. Njerëzit tu janë shumë të sjellshëm dhe për këtë jam vërtet i lumtur. Po shikojmë përpara për të patur më shumë eksperjenca këtu. Vendi më i mirë për pushime në Shqipëri ne do të themi Vlora. Shëndetoria duket e mrekullueshme dhe ne do të ecim drejt detit, duke shijuar gjithçka. Bëjmë diçka dhe më pas të kthehemi në punë. Do ta sugjeroj patjetër këtë vend tek miqtë e mi. Madje një prej tyre po vjen tashmë dhe gjithë do të kënaqemi. Hajdeni në Shqipëri pasi do ta shijoni vërtet. Klima këtu është shumë e mirë, kështu që hajdeni. Mua është hera e parë që vi në Shqipëri pasi jetoj dhe punoj në Himar. Është hera ime e dytë. Për mua nuk është hera e parë që vi në Shqipëri pasi jetoj dhe punoj në Himar. Është hera ime e dytë. Ndërsa për mua është hera e parë. Kemi 10 ditë këtu dhe kjo është e mrekullueshme që takohemi në Shqipëri. Unë në Brazil jetoj në Belo Horizonte, ndërsa e dua me të vërtet Vlorën. Këtu është nxehtë, por shumë bukur gjithashtu. Unë erdha të qëndroja 10 ditë, por do të rri edhe një muaj tjetër. Më shumë na pëlqen deti, vajzat, ushqimi, mjedisi, por edhe atmosfera që është këtu. Do ta sugjeroj me shumë mundësi Vlorën. Hajdeni në Shqipëri në Vlorë. Shkoni edhe në Imar, Dërmi, Sarandë. Vetëm hajdeni në Shqipëri. The beach? The girls? I'm joking. The beach, Very good food. the food, the environment, the vibe, you know? Oh yeah, of course. Come to Albania, come to Flori, Albania. go to Himara, Dermi, what's the other one? Sandra? Saranda. Just come. Përgjatë këtij sezoni në Vlorë mund të gjesh edhe turistë që vinë nga Amerika apo Australia, të cilët krahas bukurisë natyrore që ofron qyteti, e zgjedhin edhe si një destinacion për të kaluar pushime me pak kosto. Shumë turistë po vinë, por pak po shpenzojnë, ndërkohë që sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë, shpenzimi mesatar për turistët mbetet rreth 430 euro. Sipas ekspertëve të turizmit, duhet të ndalojmë së numëruari vetëm turistët dhe të fokusohemi tek cilësia e shërbimit. Shumë turistë po vinë, por pak po shpenzojnë. Deri në fund të qershorit vendin e kanë vizituar mbi 5.5 milion turistë huaj, ndërkohë që sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë, shpenzimi mesatar për turist mbetet rreth 430 euro. Sipas ekspertëve të turizmit, ka një tendencë të qëndrueshme. Ka patur një rritje të intensitetit gjatë 3 mujorit të dytë, por muajt e fundit kanë dhënë sinjale jo shumë të favorshme. Ndërsa sipas tyre duhet të hiqet dorë nga numrat dhe duhet fokusuar te cilësia e shërbimit. Sipas ekspertëve, problemi kryesor në Shqipëri nuk është çmimi, por cilësia e shërbimit, një problematik që vazhdon prej vitesh. Aktualisht Shqipëria po frekuentohet kryesisht nga të rinj që e vizitojnë vendin për herë të parë. Ekspertët sugjerojnë se nuk është më koha për të numëruar turistët, por duhet fokusuar te cilësia e shërbimit. Nëse trendi i turistëve me shpenzim të ulët vijon, ndikimi real i turizmit në ekonomi mund të mbetet më i kufizuar nga sa tregojnë shifrat e hyrjeve. Bashkimi Evropian kufizon importet nga Brazili. Sipas kreut të AKU-s Vlorë, Endri Hyseni, ky ndryshim ka detyruar autoritetin kombëtar të ushqimit të kërkojë marrjen e masave për ndalimin e produkteve të mishit, të gjedhit dhe shpendëve që vinë nga stabilimente, të cilat nuk janë miratuar nga BE. Nuk do të ketë më import të produkteve të mishit, të gjedhit dhe shpendëve nga Brazili, nga të gjitha stabilimentet që nuk janë të miratuara nga Bashkimi Evropian. Vendimi është përcjell tashmë të gjitha institucioneve rajonale të autoritetit kombëtar të ushqimit pas vendimit të drejtorisë së përgjithshme.
Drejtori i AKU-s në Vlorë Endri Hyseni ka konfirmuar se ndalimi do të zbatohet për produktet e mishit, të gjedhit dhe shpendve që vinë nga stabilimentet në Brazil, të cilat nuk janë miratuar nga BE-ja. Urdhri nuk ka fate aktualisht, pritet normalisht një urdhër dytë, por për momentin, duke qenë se jemi në këtë fazë, është urdhri i ministrit e ka të përcaktuar i qartë që Autoriteti Kombëtar i Ushqimit do të marrë gjitha masat e nevojshme për të informuar operatorët edhe gjithë konsumatorët që mos të kenë import nga stabilimente jo të miratuara nga Bashkimi Evropian. Pikërisht urdhri ngarkon edhe Autoritetin Kombëtar të Ushqimit për të informuar të gjithë operatorët e biznesit, të cilët bëjnë import nga shteti i Brazilit, për gjitha kushtet edhe kriteret, cilat hapësirat dhe mundësitë që lejon ky urdhër për të garantuar tregtimin e këtyre produkteve nga Republika Federale e Brazilit. Vendimi është në fuqi për një afat të papërcaktuar, ndërkohë, sipas Hysenit, kontrollet do të shtohen edhe në pikat kufitare, ndërsa të gjitha subjektet importuese janë porositur të jenë rigoroz në zbatimin e këtij vendimi. Atëherë për sa i përket importit të produkteve të mishit nga Republika Federale e Brazilit, ka dalë një urdhër i ministrit i cili e ka saktësuar pjesën e importit të mishit nga Brazili, urdhër i cili konsiston në ndalimin e importit të mishit të gjedhit dhe të shpendëve të importuar nga Republika Federale e Brazilit, përveç atyre produkteve cilat vinë me origjinë nga stabilimente të miratuara nga Bashkimi Evropian. Atëherë stabilimentet cilat nuk janë të miratuara nga Bashkimi Evropian, në mënyrë kategorike, stabilimentet cilat nuk janë të miratuara nga Bashkimi Evropian nuk do të lejohen të hyjnë në Republikën e Shqipërisë. Importi i mishit nga Brazili nuk do të lejohet më nga stabilimentet që nuk janë miratuar nga Bashkimi Evropian. Vendimi tashmë ka hyrë në fuqi dhe kontrollet do të vijojnë për të garantuar zbatimin e tij. Filiali i Postës Shqiptare në Vlorë ka regjistruar rritje të fluksit të qytetarëve gjatë korrikut dhe ditëve të para të gushtit, veçanërisht për pagesat e pensioneve. Sipas drejtores Tahiraj, bonusi akorduar në korrik dhe ardhja e emigrantëve ka ndikuar në rritjen e kërkesave. Filiali i Postës Shqiptare në Vlorë operon në 3 bashki, Vlorë, Himar dhe Selenic, duke mbuluar rreth 26 të zyra postare. Në këto zyra ofrohen rreth 71 shërbime të ndryshme, ku përveç ndarjes së pensioneve, qytetarët marrin dhe shërbime të tjera postare dhe financiare. Gjatë një interviste për Blu Televizion, drejtoria e Postës Shqiptare në Vlorë, Dorina Tahiraj, është ndalur te pagesat e pensioneve, duke theksuar rritjen e ndjeshme të fluksit gjatë muajit korrik, por dhe në ditët e para të gushtit. Bonusi akorduar në muajin korrik, si dhe ardhja bashkëdetarëve që jetojnë dhe punojnë jashtë vendit, ka ndikuar në rritjen e numrit të qytetarëve që paraqiten në zyrat postare. Në shumë raste pensionet të rriqen për një periudhë që varion nga 6 deri në 12 muaj, duke shtuar kështu ndjeshëm fluksin. Dhe kryesisht ajo që ka dhe më impakti më të madh te pjesa e qytetarëve janë pagesat e pensioneve. Gjatë muajit korrik, fluksi punës ka qenë i shtuar për shkak të pagesave edhe të pjesës së bonusit të pensionit të akorduar nga ana e qeverisë shqiptare. Gjatë muajit korrik janë shpërndar 25.000 pagesa pensionesh mesatarisht, me të njëjtin fluks po përballemi edhe gjatë muajit gusht, kjo për shkak të kthimit të bashkëdetarëve tanë nga jashtë vendit, por edhe për shkak të fluksit të shtuar të turistëve. Në rastin e bashkëdetarëve nga jashtë vendit, ata paraqiten për të trequr masat e pensioneve që shkojnë mesatarisht nga 6 deri në 12 muaj që janë të patërhequra. Dhe në rastet të caktuara të cilat për hir të së vërtetës jemi munduar të zgjidhim në kohën më të shkurtër, na kanë krijuar një lloj fluksi në sportele, kryesisht të përqendruara në 2 apo 3 zyra në qytetin e Vlorës, konkretisht në zyrën postare Vlora 1 pranë tregut të Orizit. Në këtë zyrë postare shpërndahen mesatarisht 4.600 deri në 5.000 pensione brenda një muaj. Aty operojmë me 3 sportele të dedikuara pagesash dhe një sportel vetëm për pjesën e shërbimeve, konkretisht me 7 punonjës. Mesatarisht në një ditë pune aty përpunohen 230 deri në 250 pagesa pensionesh, kryesisht e përqendruar në javën e parë të muajit për shkak të nevojave që kategoria e pensionistëve kanë. Dhe pikërisht për t'ju ardhur në ndihmë kësaj kategorie, ne kemi mundësuar që zyrat postare gjatë javës së parë të muajit të hapen përpara orarit zyrtar, që është ora 8, hapen në orën 7:30 dhe njëkohësisht i kemi asistuar zyrat postare me mundësitë që kemi pasur me staf të dedikuar nga ana e administratës së filialit. Në lidhje me fshatin, pagesat për zyrat postare në zonat rurale fillojnë pas datës së 10 dhe përgjithsisht nuk ka pasur ndonjë problematik
të theksuar në lidhje me pjesën e fshatrave, me momente sporadike kur edhe për shkak të fluksit të madh të turistëve dhe për shkak të trafikut, pagesat mund mos kenë shkuar në orarin e përcaktuar, por maksimumi kanë shkuar me gjysmëore vonesë. Kështu gjatë periudhës së sezonit turistik, filiali Postës Shqiptare Vlorë përballet me një rritje të ndjeshme të fluksit dhe të shërbimeve të ofruara. Krahas shërbimeve të tjera, pagesat e pensioneve vijojnë të zënë një vend kryesor në aktivitetin e zyrave postare. Muzet në qytetin e Gjirokastrës vijojnë të jenë ndër pikat më të rëndësishme për tërheqjen e turistëve vendas dhe të huaj. Përgjatë këtij viti, rreth 40.000 vizitorë kanë zgjedhur të njihen nga afër me historinë dhe trashëgiminë kulturore të qytetit, duke vizituar të 4 muzet që funksionojnë në Gjirokastër. Muzet në qytetin e Gjirokastrës vijojnë të jenë ndër pikat më të rëndësishme për tërheqjen e turistëve vendas dhe të huaj. Përgjatë këtij viti, rreth 40.000 vizitorë kanë zgjedhur të njihen nga afër me historinë dhe trashëgiminë kulturore të qytetit, duke vizituar 4 muzet që funksionojnë në Gjirokastër: Muzeun e Armëve, Muzeun Etnografik, Muzeun Kadare dhe Muzeun e Luftës së Ftohtë. Krahas turistëve të huaj, interes për të vizituar muzet e qytetit të Gurçë shfaqen dhe turistët vendas, të cilët i shohin këto hapësira si një mundësi për të njohur më nga afër historinë dhe traditat e qytetit të Gurtë. Përgjatë vizitave, turistët informohen mbi ngjarjet historike, personalitetet e rëndësishme, mënyrën e jetesës, traditat shumë shekullore dhe zhvillimet që kanë shoqëruar qytetin ndër vite. Vizitorët e vlerësojnë si të dobishme dhe njëkohësisht argëtuese përvojën në muze, duke e bërë dhe më tërheqës qëndrimin në Gjirokastër. Veçanërisht gjatë sezonit turistik, muzet kanë një numër të lartë vizitorësh, të cilët i përfshin ato në itineraret e tyre krahas kalas, qendrës historike dhe monumenteve të tjera të qytetit. Mirë funksionimi i muzeumeve dhe pasuria që ato mbartin, po luajnë një rol gjithnjë më të rëndësishëm në zhvillimin e turizmit kulturor. Rritja e numrit të vizitorëve tregon interesin në rritje për historinë dhe trashëgiminë e Gjirokastrës, duke i kthyer muzet në qendra të rëndësishme të informimit dhe promovimit të vlerave të qytetit. Të nderuar shikues, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.